Asu po mundona me më interesant këtë gjithë ky similariteti me argumentet e tua, jo fakte. Është i mbështetur me mua si lojtar brenda shtëpisë apo me mua si djalë brenda shtëpisë? Këtu si lojtar thoni këtu. Kam përshtypjen që është kjo e dyta më shumë. Ja, si lojtar. Po. Tash aty ty më nëse du si lojtar. Si lojtar ti thon këtë punë. Si lojtar gjithsecili këtu ka tipologji të ndryshme. Që mund t'i përcaktosh në 4-5 pozicione kyçe. Okej. Dikush që është sulmues, dikush që është amplifikator i sulmuesve, dikush që është argumentativ dhe i logjikshëm më shumë se çdo gjë tjetër në lojë, që kemi 2 për momentin në shtëpi, apo tentojnë të jenë 2 në shtëpi. Qartë, tretin? Kemi dhe të fjeturit, kemi dhe ata të cilët janë në një lloj loje mikse pak tu, pak atje, që nuk e gjejnë veten në një pozicion real. Okej. Po. Ata thëmë edhe një tjetër, unë që më nëjë Po, më të thush. I gjashtë. Janë ata që të mbjetuarit, që janë të mbjetuar në këtë shtëpi. Po më mirë i mbjetuar se i fjetur. Unë mbjetova në minimin e kaluar, është e vërtet. Super. Kishte ma të kesh, ma në rastë por në tipologji lojtari, unë tani jam sulmues. Realisht, s'ku menu që kemi dalë javën e kalume. Unë e mendoja. Asë në top 2 shëzikon. Top 3 shëzikon, po në top 2 shëzikon.